në bota që tush ju dorëzua multilaterizmit si koncept ose bashkëpunimit shumë palësh. Brenda kësaj situate, Bashkimi Evropian gjatë një situatë do të thoja të papërgatitur, megjithëse ardhja e presidentit Trump për herë të dytë në Shtëpinë e Bardhë, besoj që nuk i ka gjetur papërgatitur një pjesë të zyrtarëve dhe diplomatëve evropian, se gjatë mandatit të parë zoti Trump shfaqi disa nga këto elemente të mënyrës se si realizon ai politikën e jashtme dhe përkundrejt Bashkimit Evropian, por dy gjëra vlen për Bashkimin Evropian në këtë periudhë. Një lloj aleance strategjike me Britaninë, megjithëse nuk është vend antar i Bashkimit Evropian, pra një rikthim i Anglisë në klubin e vendeve europiane, po me një rol do të thoja shumë përcaktues për shkak të marrëdhënies veçantë që ka me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe duket sikur është një shtet që ka një lloj prokure diplomatike për të përcjell ato që do të përfshihet Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ta përcjell Anglia, dhe Anglia po i vërtetës e luan mirë këtë rol dhe e ka luajtur përgjatë historisë diplomatike. Ndërsa pjesa tjetër, Gjermania, Italia, Franca, një pjesë e vendeve të Evropës, veçanërisht Polonia që ndan kufime dhe vendet baltike, tashmë janë duke vënë në zbatim planin e riarmatimit ose planin e përgatitjes ose gatishmërisë që u shpall në mars nga komisionera van der Leyen, i cili po i vërtetë, siç e tha Redoni, zgjat është gati 10 vjeçar, por në diplomacinë dhe në politikën ndërkombëtare nuk është sikur përgatitesh për një lloj ballo ose për një lloj, ti duhet të jesh gjithmonë në gjendje, dhe përgjithsisht un kam mendimin që Bashkimi Evropian është i papërgatitur në këtë moment për përballuar këtë ndryshim të menjëhershëm të raportit, por gjithsesi ata kanë marrë një vendim. Vendet e Bashkimit Evropian duke filluar që këtë vit do të rrisin, një pjesë ka kërkuar dhe ndryshimin e kushtetutës për të hequr kufizimin e borxhit dhe deficitit publik për të shtuar shpenzimet ushtarake, që ka qenë edhe një kërkesë e kahershme e presidentit Trump që në administratën e parë, por tashmë është bërë besoja përcaktues dhe detyrues. Në rast se ky shpenzim i madh nga ana e Bashkimit Evropian i mbrojtjes për shumë vendeve do të arrijë të prodhojë një paqe të qëndrueshme apo jo, apo thjesht do ta bëjë Evropën më të përgatitur përballë një situate tjetër të ngjashme, siç ndodhi midis Rusisë dhe Ukrainës, kjo ngelet për të parë. Ndërsa shkëputja e Bashkimit Evropian nga roli tashmë i negociatave është e dukshme, jo më larg se në takimin e Vatikanit u pa një skenë e cila u interpretua në mënyra të ndryshme, por duket që shmangja e presidentit Macron nga i takim dypalësh Trump-Zelenski, si thua, i dha hold të gjallëri jo thjesht teorive të ndryshme, por një fakt i real që tashmë bota është rikthyer ke ky diplomacia e dy fishta ose diplomacia dypalëshe dy vendeve më të rëndësishme që kanë dominuar marrëdhëniet ndërkombëtare nga 45-a deri në 10 Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Rusisë. Urojmë që, si thua, të paktën ky rikthim, cili ishte i papritur për gjithë, të paktën të shërbej paqes, por do të shikojmë edhe se si do të jetë situata në muajt që vijnë. Radion, dhe një pyetje të fundit, pasi jemi në limite. Rusisë janë bllokuar $300 miliard asete. Vazhdon të bëj presion. Nëse këto asete nuk do të lirohen, do pranojë Rusia të ulet në një tryez negociatash, pra gjithë të presion që e bën, a do e ndihmonte dhe lirimi i këtyre aseteve? Mendoj se Rusia nuk është se do ngrejë duart dhe do dorëzohet nga negociatat e saj, meqense janë këto 300 milion. Por nga ana tjetër duhet kuptuar që këto sanksione janë duke bërë efektin e tyre. Po të shikojmë për shembull ekonominë ruse, ka patur një 30% inflacion. Parashikohet që në 2-3 vitet në vijim, nëse do të vazhdonte me të njëjtin ritëm, inflacioni do të rritej akoma më shumë. Sigurisht të gjitha këto bllokime që i bën ekonomisë, këto bllokime të arterjeve ekonomike që i bën Rusisë, kanë impakt. Në fakt kërkesa numër 1 e Rusisë, po të vëmë re, është çfarë? Tërhiqeni nga territori, pra ne të marrim territoret, që është kërkesa që nuk do mend do të bëhet në këtë pikë, dhe e dyta është sanksionet. Dhe në fakt kjo është kërkesa e vërtetë. Pra Rusia në fakt ka nevojë për të marrë frymëmarrje ekonomike në këtë pikë. Kështu që unë mendoj që Rusia nuk do të hidhte armët, do dorëzohej apo na mbytet me sanksione, por Rusia pikërisht është duke përpjekur që të ushqejë negociatat, ta ushqejë me një luk bosh, si i thot populli jon. Pra duke bërë këto kërkesa, heqja e nazizmit e tjerë, ose debimin e nazizmit, mbajtja komplete të territoreve, ju s'keni për të pasur asnjëherë antarësim në NATO. Të gjitha këto janë kërkesa që në momentet caktuar t'i rrëzoj për t'i thënë palës kundërshtare që ne u tërhoqëm
nga shumë nga kërkesat tona, ne kemi vetëm 2 gjëra, na hiqni sanksionet dhe do të mbajmë Krimen ose në një territor tjetër. Dhe disa territore tjera mund të vendosin që të jenë në monitorimin në një operacioni ndërkombëtar, duke krijuar në një farë mënyrë një buffer zone, ëh. Pra, ndoshta edhe antarësimi në NATO që mund të jetë një kërkesë vërtet e rëndësishme pozicionale për Rusinë. Për të tjerat mendoj se janë për negociata. Radion, të falenderoj, profesor, shumë faleminderit për kohën tuaj. Faleminderit për ftesën.